Përshëndetje, shpirt i bukur, si je? Shpresoj të jesh shumë mirë dhe shpresoj që po kaloni një ditë shumë të bukur. Në këtë video sot dua të flas për një temë shumë interesante që bazohet në mësimet e Carl Jung dhe për ndikimin e ndërdijes në jetën tonë. Carl Jung besonte që çdo njeri ka një anë të fshehur që ai e quante hija jonë. Ai tha që në të vërtet është hija jonë që vendos për neve në jetën tonë. Hija jonë na udhëheq në jetën tonë, edhe nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Sa është e rëndësishme të mësoni më shumë për hijen e juaj, sepse nëse ti dëshiron me kriju ndryshime të mëdha në jetën tënde, por e ke një program në mendjen tënde, disa bindje limituese, ndoshta gjëra që kanë ndodhur në femirinë tënde, në të kaluarën tënde, që ti i ke shtyp dhe ato qëndrojnë në bodrumin e ndërdijes, qëndrojnë në ndërdijen tënde, është pak më vështirë me arrit të ato gjërat që ti dëshiron dhe mundet me marrë më shumë kohë. Për atë arsye, duhet të përballemi me hijen tonë. Por shpesh herë kjo mundet me qenë pak e vështirë, sepse ne si njerëz preferojmë të shtypim gjërat, të shtypim ndjenjat, kujtimet e vjetra, ndoshta traumat që ne i kemi. Është më lehtë të mundohemi me harru ato gjëra, sesa me u përballë me to, me i shiku ato gjëra dhe me i procesu, sepse kur ne flasim për të kaluarën tonë, i procesojmë dhe ato gjëra shkojnë prej ndërdijes në dijen tonë dhe i lirojmë. Është edhe njerëz më pyesin si funksionon terapia ose seancat, si mundet një bisedë me qenë shëruese. Edhe është pikërisht për këtë arsye, sepse ne ndoshta për herë të parë flasim për diçka që ka ndodhur në të kaluarën tonë, me dikën që na dëgjon me vëmendje dhe na ndihmon me procesu ato ndjenja, bindje, besime dhe me i liru, që mos me pas ato ndjenja efekt të ne. Pra, çfarë tha Carl Jung për hijen? Ai besonte që secili prej nesh e kemi një anë të fshehur, një anë që nuk ja tregojna botës, një anë që e mbajmë të mbyllur nga të tjerët edhe nga vetja, dhe ajo shpesh qëndron në ndërdijen tonë. Do me thonë janë gjërat që ne i kemi shtyp, gjërat për të cilat turpërohemi për, po ato nuk zhduken, ato vetëm futen në ndërdijen tonë dhe asnjëherë nuk rikthehemi me shiku se çfarë kemi në ndërdijen tonë me të vërtetë. Kjo hija jonë e dikton dhe e krijon realitetin tonë dhe mendoj që kjo është diçka që mungon në librat që janë për ligjin e tërheqjes, sepse në The Secret, unë e dua shumë librin The Secret dhe besoj që edhe ju e doni shumë këtë libër dhe besoj që ka ndihmu me ndryshu shumë jetën e juaj, ashtu siç më ka ndihmuar mua me ndryshu jetën time, po kjo aspekt në mungon. Mungon kjo pjesa ku ndërdia jonë e udhëheq jetën tonë. Ne e dim që ndërdia është shumë misterioze, kështu që për atë arsye mendoj që është shumë e rëndësishme me punu me ndërdijen tonë. Dhe mos me pa ndërdijen si një armik, po si një mik që ndoshta ka nevojë për pak ndihmë ose riprogramim për me i mësu gjëra të reja. Po ja japi një shembull që me kuptu jo pak më mirë se si mundet me funksionu hija në jetën e juaj. Po e marrim një shembull. Genti ndoshta është një djalë që ka dëshirë me gjetë një punë të mirë,
dhe ai vizualizon, mendon pozitivisht, ëndron për një punë të re, imagjinon se si ka me qenë puna e tij e re. Po kur vjen puna me apliku për punë, ose me shku në intervist, ose me shkru CV-n, ai gjithmonë e shtyn për më vonë, thot jo se kam kohë, e bëj nesër, ose nuk arrin me mri në kohë në intervist. Sipas Carl Jung, është hija e tij që po e kontrollon. Kur ai filloi me su më shumë për ndërdijen e tij, për me eksploru ndërdijen ose femirinë e tij, ai pa që kishte bindje që njerëzit i kishin thonë mos u bë shumë i dukshëm, qëndroj sigurt, mos po gabime. Kjo nuk e ka leju me ecë përpara. Dëshira e tij ka qenë me gjetë një punë më të mirë, por hija e tij e ka marrë këtë si rrezik, si dështim, si diçka që kë nuk mundet me arrit, sepse duhet me qenë i sigurt aty ku është dhe mos me ndryshu shumë. Dhe ndërdia gjithmonë fiton. Nëse ne mendojmë që me vetdije duam të krijojmë diçka dhe kemi me arrit, prap është ndërdia që është shumë më e fuqishme se dia. Ti mendon për suksesin, nëse ndjen tension, frikë, ankth, pasiguri, Carl Jung thot që kjo është hija. Ajo e barazon suksesin me rrezik. Do me thonë, fjala sukses tek hija jote është rrezik. Dhe për atë arsye nuk të ndihmon me kriju ato që don. Nuk e di a keni ndëgjuar ndonjëherë për rolën e Rumpelstiltskin, i themi në anglisht. Një nga idetë qendrore nga Carl Jung është se ne mundëm me transformu ato bindjet limituese, ato kujtime negative, vetëm kur ja u dim emrin. Kjo është arsyeja pse Jung e përshkruan hijen si pjesa e vetës që është e fshehur. Nëse ne nuk e pranojmë hijen ton, nëse nuk përballemi me të, ajo fshehurazi ndikon në zgjedhjet tona, ndikon në jetën tonë. Dhe si lidhet kjo me parolën që ju thash më herët? Një person i varfër gënjen mbretin duke i thënë se vajza e tij mund të kthej kashtën në arë ose në are. Mbreti e mbyll vajzën në një dhomë, atë kashtë dhe i kërkon asaj të krijon arë ose are. Përndryshe, ai do e vron atë vajzën. Ndërkohë shfaqet një krijesë e vogël, e çuditshme, një njeri i vogël, misterioz, dhe ai fillon me kthy kashtën në arë për të. Por gjithmonë e kërkon një shpërblim nga ajo. Njëherë kërkon unazën e saj dhe në fund kërkon fëmijën e saj të parë. Dhe kur ajo bëhet mbretëresh dhe lind një fëmijë, ajo krijesa kthehet për ta marrë fëmijën e saj. Por i thot asaj, nëse ajo e gjen emrin e tij brenda 3 ditëve, ajo mundet me mbajt fëmijën e saj. Ajo provon çdo emër që ekziston, po s'ka sukses. Nuk mundet me gjetë emrin e tij. Në natën e fundit e dëgjon atë njeriun e vogël, ai thot, askush nuk e din emrin tim, Rumpelstiltskin. Të nesërmën mbretëresha ja thot emrin e tij dhe ai vërtet dhe zhduket për gjithmonë. Sipas Carl Jung, krijesa Rumpelstiltskin është simbol i hijes. Dhe ai thot që nëse ne nuk e dim emrin e hijes, do me thonë nëse ne nuk shpenzojmë kohë duke e kuptu ose duke e njoftu hijen tonë, duke zbulu emrin e tij ose asaj, pra nuk e njohim veten me të vërtetë, nuk i njohim të gjitha anët e vetës dhe nuk i pranojmë. Pra hija vepron dhe e merr fëmijën tonë të parë, është ëndrat tona, dëshirat tona, por në momentin që ne e emërtojmë, kur e akceptojmë që po, unë kam frikë për këtë gjë, ose në të kaluarën time unë e kam përjetu këtë.
po kam plagë të vjetra, po kam bindje limituese që nuk me lejojnë të eci përpara, vetëm atëherë mundemi me fillu me ndryshu dhe me u përmirësu. Dhe fuqia e hijes zhduket dhe nuk ka më kontrol mbi ne, sepse ne e njohim hijen tonë. Dhe e dim që nëse në një moment ne po reagojmë siç nuk duam, e dim që është hija. Vetëm pak po e marr djalin tim. Pra, si të shërojmë hijen? Në anglisht quhet shadow work. Mirë, çfarë ta bëj unë është me gjetë një emër për hijen tënde. Më duket që e imja ka qenë Lola dhe me u ul dikon nëse ki kohë në qetësi dhe filloj vetëm me shkru disa gjëra që të vinë në mendje kur mendon për disa tema, ndoshta për dashuri, cilat janë fjalët e para që të vinë në mendje, ose për para, dhe pyete hijen tënde se çka don me tregu ty për veten tënde. Dhe ndonjëherë ato gjëra nuk kanë me qenë pozitive dhe kjo është okay. Vetëm lejo çfarëdo që të shfaqet dhe observoja, sepse kjo ka me ndihmu me kuptu hijen tënde më shumë. Dhe nëse shet që kjo teknik nuk po të ndihmon shumë ose ende nuk e arrit me kuptu shumë hijen tënde, ndoshta mundesh me punu me dikon ose me bisedu me dikon, me fol me dikon, është më lehtë se sa vetëm mi shkru vet. Ndoshta një shoqe ose një shok ose dikon që ti ki besim tek ai person, ose me një psikolog ose një coach. Shpresoj që ju ka pëlqy kjo video. Nëse ju ka pëlqy, ju kisha lut me bo like edhe me komentu, sepse më ndihmon shumë kur ju komentoni, kur bëni like, sepse këto video i krijoj fal vetëm për juve, me ju ndihmu juve, sepse ky është pasioni im. Kur unë e di që këto video i ndihmojnë vetëm një persone, për mu është një problem shumë i madh. Faleminderit shumë për ata që vazhdojnë më përkrah, për të gjitha komentet pozitive, për dashurinë e juaj. E di që shumë prej ju më shkruani në Instagram, në email, keni pyetje shumë, po ju lutem shkruani edhe në komente. Faleminderit shumë dhe nëse keni ndonjë sugjerim për një video tjetër, më tregoni në komente. Ju dua shumë, ju uroj shumë suksese në jetë dhe shpresoj që dëgjoj vetëm gjërat e mira për ju, paçi fat gjithmonë. Ju dua shumë dhe shihemi në videon tjetër. Tum, miru pafshim!